Në një tjetër vlog tu në kanalin tim, ashtu si edhe herën e kaluar. Sot është ditë e premte dhe paka shumë tani më bie që të xhiroj ditët e premteve, sepse ju e dini që unë nga Hana në Tainde jam në kurs, kështu që sot është dita ideale për të xhiruar dhe shpresoj që të arrit ta postoj edhe në fundjavë, por me pikpyetje jam sepse nuk kemi edhe shumë mirë, madje edhe gjumin mbrëm nuk e kam bërë shumë mirë, se Anja ishte pak sëmur, është pak e bllokuar nga hundët, gjithashtu mbrëm i dhimnin për herë të parë, sepse nuk na ka ndodhur më para, i dhimnin edhe veshët, edhe thoshte që më dhamin veshët. Gjumin nuk e kemi bërë shumë mirë, por nga një anë edhe unë ndjej që do ftofem, madje në fillim të javës më kapi edhe qafa dhe shpatulla dhe më kishte ngrirë komplet, nuk e lëvizja dot dhe e lëvizja kokën tamam si një robot, vetëm kështu dhe nuk bëja lëvizje të cituara sepse ndjeja shumë dhimbje. Sot e kam më mirë, por përsëri e ndjej që ndoshta jemi ftohur sepse temperaturat kanë qenë shumë të ulta, madje në fillim të videos ju kam lënë edhe një klip ku shihet që bie borë dhe në fakt nuk është dita sot, sepse dita sot është super e ftohtë në fakt, po është diell, ama ka qenë mos gaboj dita e mërkurë, një ditë ku unë nuk po xhiroja, po thjesht isha duke u bërë gati për në kurs dhe kur shikoj nga dritarja, ajo binte aq bukur, aq dëndur, aq avash, nuk e di po më ka pëlqyer shumë, edhe zgjati vetëm diku te gjysore dhe nuk mbajti fare, por që ishte shumë gjë e bukur për ta parë dhe kam gëzuar shumë sepse ishte me vërtet bora e parë këtu për këtë vit këtu në Gjermani dhe në fakt tek zona që jemi ne nuk bie shumë borë, okej bën ftohtë, por që nuk është shumë klimë e ftohtë në krahasuar me veriun e Gjermanisë, kështu që paka shumë kur bie borë ne këtu gëzojmë, sepse vitin e kaluar për shembull nuk ra fare. Vitin kur erdha unë, domethënë ku kam ardhur në 2024 mos gaboj, ka rënë vetëm një ditë edhe thjesht sa gëzuam që bëm ca foto dhe pastaj ditën tjetër shkriu. Kështu që është një zonë që nuk është se bie shumë edhe prandaj ne gëzojmë. Tani për këtë vit e ka thënë që do bëj goxha dimër, por që të shohim. Shpresoj që t'jeni edhe ju duke kaluar një ditë të bukur, të keni kaluar një javë të mirë. Unë në fakt javën e kam pasur të qetë, nuk është se kam bërë ndonjë gjë kush e di, thjesht në kurs me Anjën. Diçka e re që kemi bërë është që kemi marrë një nga këto që than rrobat, një nga këto lavatriçet që than rrobat, edhe në fakt e kisha shumë të nevojshme, në fakt, sepse nuk më thashin rrobat edhe më bëj një rrëmuj e madhe aty te banja. Por me atë mund të them që kam shpëtuar, edhe i kam larë të gjitha ato, lavatriça nuk pushonte 2 herë në ditë, derisa tani nuk kam më dhe kam vetëm një lavatriçe të fundit për të tharë, edhe kam për t'i palosur direkt ato rrobat edhe do t'i vendos në vend, po ti të them që me vërtet që kam shpëtuar. Kjo është një nga gjërat e reja që kemi bërë këtë javë, thjesht kemi marrë një nga këto që than rrobat, edhe kam arritur në atë fazë tani që gëzoj për këto gjërat e shtëpisë apo si të them tamam si mama tona, dhe tani mund të them që e kuptoj mamin tim 100%, sepse kur isha e vogël i thosha që ti ngele vetëm duke bërë punë, pse nuk rri, pse nuk ulesh, po tani e kuptoj shumë mirë. Madje dje që erdha nga kursi, e kisha akoma të ngrirë pjesën e qafës, edhe pjesën e shpatullës, edhe thjesht ajo ideja që duhet bëja punët, nuk rria dot
shtrirë edhe të qetësohesha dhe u ngrita, bëra punët, pastaj në darkë më ra që të qetësohesha. Duke qenë se unë Anjën e kam në shtëpi sot dhe Anjas i pëlqen shumë që të bëj waffles, edhe i pëlqen shumë ai procesi që i bëjmë të dyja, i përgatisim të dyja. Unë do shkoj tani që të përgatis me Anjën waffles edhe fillojmë videon, shpresoj që të na dalë një vlog i bukur. Plani për sot është që thjesht të kënaqemi të rrim në shtëpi sepse jashtë është shumë ftohtë, thjesht kam për të çuar një 2-3 porosi në Vinted, edhe thjesht ndoshta dalim pak pastaj vonë nëse më tepron koha që të çoj ato porosit, po plane të tjera nuk kemi. A mami? Do bëjmë waffles? Do t'i bëjmë tani? Anja ka që shparë që pret në fakt edhe do shkojmë që t'i bëjmë tani dhe pak më vonë do ju tregoj edhe një pako që më ka ardhur nga Temu. Përpara se të shkoj të bëj wafflesat me Anjën, duhet t'ju tregoj edhe diçka të fundit që mora te Zara herën e fundit që shkuam edhe dolëm nga dyqanet. Unë në fakt doja të shifja për një xhup që ta kisha praktik për përditat, kur të shkoja në supermarket, kur të shkoja në kurs, të më mbante ngrohtë, të ishte i lehtë dhe nuk e di pse në fillim isha fiksuar me një xhup të gjatë. Por pastaj rrugës ndryshova mendje sepse unë kam një të gjatë edhe nuk është se e vesh sepse është goxha i rënd dhe pastaj mora një të shkurtër. Tani nuk është nga ata të shkurtrit fare, po është me gjatësi normale mund të themi. Është i thjesht, i zi dhe ishte goxha ekonomik. Ky bëri vetëm 50 euro dhe më duk goxha mirë si çmim. Ajo që më pëlqen më shumë te ky është kjo pjesa e kapuçit, e ka shumë të veçantë dhe duket kështu si diçka shumë e madhe kur e vesh. Po nejse, tani nuk po e vesh sepse Anja ka goxha që po pret, edhe do shkojmë që të bëjmë wafflesat, por kam edhe një gjë tjetër për t'ju treguar, do e marr edhe atë, do ua tregoj edhe fillojmë shpejt e shpejt. Do vish ta tregosh vet? Okej, ja ta uli mami kamerën. Çfarë ke marrë ti mami këtu? Çfarë është ky? Parfum. Anja ka marrë një parfum, edhe është parfumi i parë i Anjës. Në momentin që ky do mbaroj, se e sigur që do mbaroj, se Anja edhe luan më shumë me këtë, do ja ruaj tek kutia e kujtimeve. Këtu mami, këtu, shiko mami këtu. E ka marrë me lilon edhe me Stitchin. Po vjen një aromë në fakt shumë e mirë. Vjen si era manushaqe, ka një aromë shumë të lehtë, shumë të mirë. Të pëlqen ty mama? Do hedhësh pak. Pritet hedhi pak mami. Kjo është edhe etiketa, se unë e pata hequr nga që e kam veshur një herë. Nëse doni mund ta skanoni këtu. Jeti Anja. Çfarë do bëjmë neve? Ama kujdes? Po. Ta bëj mami këtë, prit pak. Okej. Po nuk e qarë. Më fort. Okej. Bravo. Ich habe gut gemacht. Okej. Ich habe gut gemacht. Bëre këto. Okej. Do t'u hedhim edhe pak kanell, sepse mua më pëlqen shumë e kanell, po edhe Anja i pëlqen. Prit mami. Bravo. Okej. Pak më mirë kështu. Bravo. Bravo Anja. Tani sa po mbaruam me brumin, do t'i bëjmë këtu te kjo gjëja e vogël dhe ky është edhe brumi që bëri Anja.
Mbaruam edhe me pjesën e mëngjesit, wafflesat edhe smoothie kishin dalë shumë të mira, edhe tani unë po mendoj që të tregoj të pakon këtu që më ka ardhur nga Temu. Janë pak gjëra në fakt, por këto që janë do ua tregoj. Këtë herë ka marrë më shumë filxhan, do më thënë janë 2 filxhan edhe 1 gotë, për arsye se shumica më janë thyer. Këtu besoj se duhet të jetë gota, sepse është vetëm një tek. Kjo porosia në fakt po bën disa ditë që më ka ardhur dhe prandaj nuk e mbaj mend. Okej, kështu që nga gota ka marrë këtë gotën kështu. Opala. Këtë gotën kështu besoj se duhet ta keni parë, por e mora më shumë nga që kam edhe atë pipën tani me arush edhe nuk e kam përdorur sepse ajo do një gotë të thjesht të këtij tipi dhe unë nuk kisha. Në fakt e kam një, por nuk shkonte shumë, kështu që këtë pak a shumë e mora që ta kombinoja me atë pipën me arush që kam menduar. Duket kështu, është qelq. Dhe kjo tjetra këtu e sigurt janë këto. Okej, kështu. Janë si filxhan në fakt dhe unë i kam menduar për cappuccino, sepse është fiks madhësia e cappuccinos, por nuk e di sepse ndoshta nga nxehtësia kam pak frikë, sepse për çaj jo njëherë, është e sigurt që nuk do i përdor, po besoj për cappuccino, nga që nuk është se ka dhe shumë nxehtësi. Janë 2 copë këtu. Dhe kështu duken, besoj se me kafe do duket shumë bukur, më pëlqen shumë që ka këtë stilin kështu me të ndara. Tani që po e shoh në fakt, to që nga pak a shumë i njëjti stil, thjesht ky i ka këto vizat e drejta, kurse kjo i ka pak kështu si me val. Të në fakt e di çfarë është, sepse këtë unë nisa për ta porositur për ranjën, duke qenë se ju pata thënë që duhet të ndryshoj atë të ushqimit të anjës, t'ja merrja nga ky materiali kështu, dhe më ka ardhur shumë e madhe, në fakt nuk e prisja, gjithsesi na hyn në punë sepse mund ta përdor edhe vet, por që për momentin për ranjën është shumë e madhe. Kështu duket, ta hap. Pas ka një lugë këtu, dhe këtë lugën e pas ka kështu lugë normale. Prit mami, kështu duket nga brenda, është nga ky materiali që mua më pëlqen shumë, sepse dua të heq çdo gjë plastik që kam në shtëpi, dhe kjo duket goxha e mirë. Kjo nuk hiqet. Okej, hiqet. Super. Gjëja e fundit për të cilën jam më shumë e emocionuar është kjo gjëja këtu. Unë e porosita që të më bënte edhe për telefonin edhe për kamerën, pra është për të dyja dhe kjo është shumë gjë e mirë. Dhe nuk e prisja që të ishte kaq i bukur live. Unë nuk kam pasur asnjëherë mikrofon. Ka këtë pjesën bazë, këtë pjesën këtu që lidhet te kamera dhe te telefoni, dhe kjo këtu është kjo si, nuk e di si ta quaj, po e di që është kundra erës edhe pastron më shumë zarin. Është kjo gjëja e vogël këtu, që kur e hapa dhe e vendosa, sepse normale provova, duke aq bukur. Mezi po pres tani që ta përdor, sepse dhe pjesa e zarit dilte shumë bukur. Ja, se unë e vendosa direkt. Mund ta vendos edhe këtu, nuk e di, po duket shumë e bukur, ka këtë kapsen këtu. Edhe mezi po pres që në vlogun tjetër të kemi një vlog me këtë. Ndoshta për kamerën do më duhet pak më shumë sa ta mësoj, sepse nuk e kam ide, nuk e kam provuar, po me telefon ishte shumë e thjeshtë. Mendova pse jo ta kemi, edhe sa më shumë të kaloj koha të përmirësohemi më shumë edhe me videot, edhe me kontentin, edhe me pjesën e kamerave, pse jo. Unë për momentin jam shumë e lumtur me kamerën që kam, sepse pak a shumë i kam rregulluar si dua këto settings, por që me kalimin e kohës pse jo të marrim edhe një kamerë akoma edhe më të mirë. Gjithashtu dua t'ju them, mos harroni që të më përkrahni me një subscribe ose të më sugjeroni te një mikesh, te një afërm, nëse ju pëlqejnë videot e mia, sepse jemi afër 3000 subscribes. Duam shumë pak. Koha jashtë në fakt duket shumë e bukur dhe është shumë e bukur sepse është diell, por kur del, ma besoni që ngrin, kështu që unë nuk kam ndërmend që ta nxjerr anjën sot. Do mundohemi që të luajmë aty me puzzle, me ato gjërat me lodrat e anjës. Ndërkohë unë mezi po prisja që t'i ndaja këto gjërat me ju, të porosin me ju dhe të bëja kafen time këtu, se mendoj se do duket shumë bukur edhe kam për ta shijuar më shumë akoma. Më pëlqen shumë këto gjërat që janë të i dukshme qelq, nga ku mund ta shohësh ushqimin.
sot është ditë e shtunë dhe unë për momentin këtu në shtëpi jam vetëm, sepse Sabi me Anjën edhe me Vjerin kanë dalë. Dhe ndërkohë po përfitoj pak nga rasti që të xhiroj një reels, një bashkëpunim të shkurtër, por që nuk më merr shumë kohë dhe prandaj thash që ta bëja tani, duke qenë se është dhe koha shumë e mirë nga jashtë. Koha në fakt është shumë gënjeshtare sepse nga jashtë domethënë duket shumë bukur, është diell, po kur del për jashtë pastaj temperaturat janë në minus. Thjesht e hapa kamerën që të përshëndes, që t'ju them mirëmëngjes. Shpresoj që të keni edhe ju një fundjavë të bukur, pasi pak më vonë do ju updateoj edhe do ju tregoj se çfarë kemi ndërmend që të bëjmë sot, edhe shpresoj që të realizohet. Anja në fakt është më mirë sot. Besoj se ja hodhëm për këtë herë të dyja, kështu që besoj se ka shumë shans që do dalim. Në momentin do bëhem pak gati sepse thjesht kam rregulluar pak vetullat. Do bëj pak një make-up shumë të thjeshtë që të bëj atë bashkëpunimin, edhe do të hap përsëri kamerën më vonë. Dola një ditë nga dyqanet dhe unë në fakt isha në kërkim të këtyre biskotave. I kam parë të një blogere e huaj që ku ngrihet në mëngjes e bën atë me shllak, çon edhe këtë biskotën kështu. Në fakt ajo i ka biskota të thjeshta, po këto që gjeta unë ishin kështu. Janë të mbuluara gjysmë me çokoladë edhe kanë këto copzat kështu me ngjyra. Mua më pëlqejnë shumë, nuk e di se si do jenë në shije, por për bukuri janë shumë të bukura edhe mezi po pres tani që të bëjmë ndonjë content të bukur. E keni parasysh? O mami, çka ke bërë ashtu o mami? Me blashe lyer ti, pritet të shohim mami pak. Wow, zoti i madh, shikojeni pak. O mami. Po çka ke bërë më mama? Me blashen e mamit e ty pritet të shohim mami pak? Wow. Nuk është lyer as me lip, po është lyer me blash. O mama. Që Anja mos të gacmoj këto make-upet e mia, e kam lënë dhe e kam lënë që të zgjedh kur dalim në dyqane që të blej make-upet e saj, për shembull ka manikyra, herën e fundit bleu parfumin, ka edhe lipa që ja kam bler Kastile, pritet të jep mami. Dhe si përfundim, përsëri merr të mia. Nuk e di pse kanë këtë fiksimin që duan të përdorin gjithmonë të mamit. Do një biskot? Okej. Kështu duke nga afër. Sot paradite nuk kemi ndërmend që të dalim, të paktën unë dhe Anja jemi gjithë paradite në shtëpi sot, ndërsa pas dite kemi menduar që unë dhe Sabi të dalim për herë të parë në kaq kohë vetëm pa fëmijë. Normale që Anjën do ta lëm me Vjerin dhe jemi shumë e fat për këtë pjesë që këtë herë kemi dhe Vjerin, po kemi menduar që të organizojmë diçka për vetëm ne të dy. Koha kalon shumë shpejt, neve na kap kjo monotonia, na kap kjo rrjedha e jetës, sidomos pastaj kur bëhesh edhe me fëmijë. Kemi menduar që të shkojmë në Frankfurt, sepse aty le të themi bëhet pak më shumë jetë natë, por që ky është plani. Tani unë në fakt nuk është se jam shumë njeri që më pëlqen shumë jeta e natës, madje edhe kur kemi qenë të rinj, maksimumi mund kemi shkuar vetëm 4-5 herë në për këto pubet që ishin në Tiranë, edhe më shumë detyroheshim për shkak të shoqërisë, nga që kishim shoqëri, rreth shoqërie dhe vinim të gjithë bashk, por që sinqerisht unë nuk jam tipi këtyre, po edhe Sabi nuk është tipi këtyre. Nuk kam folur asnjëherë për marrëdhënien time me të, apo se si jemi njohur, por që duke qenë se e kam pjesë të familjes, edhe jemi vetëm ne 3 këtu, detyrohem edhe më bën puna që ta përmend shumë herë, edhe pse është një personazh që nuk del asnjëherë në kamerë, ai nuk i ka fare qejf këto rrjetet sociale, por që unë mundohem që ta respektoj vendimin e tij. Jemi shumë të kundërt në fakt kur vjen kjo pjesa e këtyre rrjeteve sociale, mua më pëlqejnë shumë, e bëj me shumë pasion, kurse ai është e kundërta ime. Por edhe pse jemi pak tipe të kundërt te kjo pjesa, kuptojmë shumë mirë me njëri tjetrin dhe gjithmonë mundohet që të më plotësoj ato tekat e mia ose të paktën të më bëj fotot. Për shembull, gjitha fotot janë të bëra nga ai sepse Anja është e vogël, nuk më bën dot, vet nuk i bëj dot, kështu që mundohet të plotësoj ato tekat e mia, edhe pse vet është një njerëz shumë pasiv për sa u përket rrjeteve sociale. Get it.